all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Bazile Kaliu nga Kosova, komuna Podujevës, jam si tem për ky pranori Hotel Boka, e kam shok, e dua me zemrën në shtëpi, duhet të ndihmoj. Kështu si kur Zhviljer, përgatitëm gjitha gjena që vijnë nga Kosova, nga Shqipëria, gjithë anën manë, edhe duhet të ndihmoj si njeri është i shkëlqyer. Po, këtu fillojnë me në mëgjesë e pojnë 3 euros 8, dreka fillon 3 euros 1, darka gjysën 6. Edhe i ambaraj banjë për njerëzit që të dojnë më hyre. Edhe ka dojnë i jepë kështu një është një shkëlqim i bukur, edhe ku me pas respekt për çdo njeri, jo dhe nga Kosova, po në gjithë Shqipëria se jemi bazë. Përshëndetje. Unë jam Nurian Gjoni, jam nga Durrësi, e kam marrë këtu bashkë me burrin. Nuk është herë e parë, disa herë kemi ardhur në këtë hotel Boga. Jemi shumë të kënaqur për pritjen, për ushqimin, për gjithë shka. Jam në origjinë nga Shkodra. Jetoj në Itali 28 vjetë. Kam 10 vjetë që vi gjithmonë të Boka. Hotel Boka, jam gjithë mirë. Edhe jam shëru, kam gjithë shërim. Plot, kam marrë të majtë për krash, edhe jam kësë jam sot, që për qovën kam, jam kajtësisht normal. Pra gjitha krypto i kam gjithë për dhe. Ushqimet janë të mirët, nuk kena qatë thëmi ma gjatë. Personeli i mrekullueshëm, shoqënia është e mirë dhe kalim shumë mirë për këtë ditë. Ju faleminderes këtyne që na bajnë hismedjen dhe shërbimet edhe juve. Përshëndetje, unë jam pronari dhe administratori i Hotel Bokës. Edhe doja të flisja i qik për ujin që shumë i rëndësishëm. Për shembull, ka raste që ky ujë me tek thjellësi që ka, mund edhe të pijet për stomakun. Lufton një mikrob shumë të fuqishëm që as antibiotiku nuk e lufton, Helicobacterun, dhe e shëron, do të thonë, nëse ke këto probleme. Plus që ka vetit e tjera për reumatizmën, për nervin sciatik, për funksionimin e mirë të veshkave, që për stabilizimin e tensionit, për stabilizimin e sheqerit. Unë nuk jap garanci, po them që është në 36 urat më të mira në botë. Dhe ka dhe temperaturën 50-55 gradë. Neve naturalisht që e ftofim po me ujnë. Dhe është shumë bamirës. Ka pas raste që kanë ardhur njerëzit me paterica, apo kanë ardhur me karrocë dhe janë kthyer në kamp vetë me këtë ujë bamirës. Prandaj ju ftoj që të vini në Hotel Boka dhe do të ngelini të kënaqur. Mos shihni Ata shpresin pak e bombën e gazit. Ajo karroca kur?